Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritë në Oqean. E prandja sotme do të ketë në fokus konkretisht investimet dhe projektet e Bashkisë së Fierit, të printuara këto dhe të paraqitura sipas kreut të këtij institucioni, zotit Baftiar Zehja, i cili është i pranishëm studio. Përshëndetje zoti Zehja Miserës. Atëherë kemi së shtemi për Bashkinë e Fierit dhe do donim që të nisnim me një lloj bilanci të asaj që është bërë deri tani, pra për të shkuar pastaj te problematika që është shqetësuese edhe për ne, por edhe për qytetarin. Cilat janë investimet që kanë përfunduar deri në këtë moment që ne flasim? Është e rëndësishme që të gjitha investimet janë gati në përfundim. Pothuajse ka përfunduar, por jo plotësisht bloku me rrugë kanalizim, me ndriçim mbrapa shkollës së muzikës. Janë duke u përfunduar 2 rrugë në lagjen Kastriot. Njëkohësisht është duke u përfunduar edhe Unaza. Pra, besoj muaj maj do të jetë muaj që ne do të promovojmë shumë rrugë kryesisht në qytetin e Fierit. Besoj do të jetë në përfundim edhe qendra kulturore e fëmijëve. Ura e Sheqit ka patur një problem që një ndërhyrje në projekt. Kemi lënë një afat tjetër, domethënë nga fundi muajit prill, kemi lënë në muajin maj. Pra, pak a shumë do të jetë muaj maj, muaj që do të përfundojnë shumë akse rrugor që do sjellin ndryshime të rëndësishme për qytetin e Fierit bashkë me urën. Në fushën e arsimit, pothuajse ka përfunduar shkolla tek gjimnazi i ri, korpusi ose godina e dytë e korpusit që kemi theksuar, tek gjimnazi vjetër, tek gjimnazi periferik ekonomik. Njëkohësisht shumë e rëndësishme ka qenë për qytetin e Fierit qendra kulturore e fëmijëve, që ka patur disa probleme për shkak të rreshe, janë vënuar punimet, por besoj që edhe kjo qendër do të inaugurohet në muajin maj, mbasi kanë përfunduar volumet e punimeve. Pa folur pas angazhime tjera që do të kemi me ndërmarrjen komunale në akset rrugor që pothuajse punohet çdo ditë. Ndërkohë kanë qenë disa investime të cilat 2 prej tyre ju i prekët edhe në hyrje. Ka qenë QKF-ja dhe ura e Shekit ka pasur një afat për të përfunduar brenda muajit mars, thatë që ka pasur një ndërhyrje në projekt për urën e Shekit, po janë edhe disa rrugë që kanë qenë gjithashtu brenda muajit mars, siç është rruga Strik Tot apo Riza Shanaj. Nuk e di. Të dyja rrugët ka pasur, të dyja rrugët, pothuajse të gjitha rrugët kanë probleme sociale, domethënë, dhe në përgjithësinë kur ndërhyjmë për zgjerimin e rrugës sipas projektit, që do të thotë edhe sipas planit rregullues, pra janë 2 vendime të rëndësishme, është plani rregullues është dhe projekti i hartuar nga Drejtoria e Projektimeve dhe nga Urbanistika. Kur tentohet pastaj të zgjerohen rrugët, fillojnë probleme, domethënë tensione. Kështu ka ndodhur pothuajse në të dyja rrugët. Në rrugën Riza Shanaj ende vazhdojnë përplasje të ndryshme, megjithëse kanë kërkuar krahas zgjidhjeve që ne kemi dhënë edhe një zgjidhje për ujësjellsin që e kemi bërë atë zgjidhje. Pra, gjatë rrugës patjetër që dalin probleme që sjellin dhe vonesën e përfundimit të punimeve, që nuk është shumë e rëndësishme kundrejt cilësisë që duhet të zgjidhë investimi, ose investimi do të jetë cilësor radh parë, pastaj nuk prish shumë punë se mbaron 15 ditë më vonë apo 20 ditë, çka do të thotë vështirësi në ekzekutimin e projekteve. Më lejoni të theksoj që pothuajse të gjitha projektet, jo vetëm Bashkisë Fier, por projektet në përgjithësi gjatë ekzekutimit ose gjatë kryerjes së investimit, ka probleme, asen probleme pranë në terren, ndryshe ajo që parashikon në letër, krijohen probleme, krijohen vështirësi. Dalin edhe për te parashikimeve për te atyre që janë shkruar në letër. Në këtë kuptim ka patur vonesa të tilla, por që nuk janë vonesa të gjata, nuk janë bllokime, domethënë janë vonesa që shtyn realizimin e investimeve 15 ditë apo 1 muaj. Në rast konkret nuk kemi investime që janë shtytur 1 muaj apo 2 muaj, më pak se sa kaq. Dhe ishin objekte që sapo theksova. Është shumë e rëndësishme për ne që le të ndryshoj sadopak projekti i urës Shekit, le të përforcohet, jo të ndryshoj. Mars-maj nuk i thonë 2 muaj gjithsesi. Po le të jetë 2 muaj kur kanë qenë 40 vjet me atë urë ose 50 vjet me atë urë. Le të shtyhet 2 muaj, por le të bëhet zgjidhja që kanë sugjeruar dhe ekspertë drejtorisë së përgjithshme të rrugëve. Gjatë fillimit të punimeve u sugjerua që
do të bësh ndryshime në prindat që do të hidheshin urë dhe shumë mirë që u bën ndryshime sot se sa të kujtoheshim mod. Të tilla ndryshime thash bëhen edhe në akset rrugor, ku në ekzekutim dalin probleme, dalin shqetësime me të cilat ne përballemi çdo ditë, ndonjëherë problemet e shqetësimit janë absurde sepse rruga do i shërbej as e lagje, dhe pa e lagje ose pa i blok del në front kundër zgjerimeve me pretendime që kjo palë është favorizuar ose kjo pala tjetër nuk është favorizuar. Problemi gjithëhershëm i komunitetit. Nuk bëhet fjalë që në drejtorinë e projektimeve bashki t'i bjen qafë njërë palë në kurisë të palës tjetër. Në përgjithësi përpiqemi që akset rrugor t'i shtrojmë atje ku parashikojnë plan rregullues i qytetit, sepse kemi thënë qyteti ka një plan rregullues dhe ne punojmë sipas këtij plan rregullues që nënkupton akset rrugor dhe nënkupton dhe gjerësitë e rrugëve. Pra aksi rrugor nuk është sipas mendimit të kryetarit apo një drejtori. Aksi rrugor është i fiksuar tashmë në plan rregullues, domosdoshmërisht do të kalojë atje. Ndërkohë një investim ka filluar dhe në një nga institucionet më të rëndësishme që është dhe prezantues për qytetin e Fierit, siç është dhe Teatri Bylis. Çfarë investimesh janë parashikuar konkretisht? Ne nga kryen këto investime? Ne kemi menduar që të bëjmë një rekonstruksion total Teatrit Bylis, nuk flitet për investime shumë të rëndësishme sepse godina është një godinë nga më të mirat që është në Shqipëri. Por gjithsesi kemi thënë që institucionet tona do t'i kthejmë në institucione moderne në funksion të objektivit kryesor që është turizmi. Në këtë kuptim po ndryhim në teatrin Bylis, po ndryhim me kontributin më shumë të biznesit dhe me mbështetjen që i bën ndërmarrja e shërbimeve, specialistë dhe punonjësit e saj. Do të bëjmë një hall tjetër, ka përfunduar mbasi keni parë studio e provave të aktorëve, do të bëhen 2 studio në katë dytë, do ndrohen gjitha dy, do ndrohen fasadat komplet, do ndrohen njëkohësisht edhe banjat, patjetër dhe salla, por po theksoj edhe një herë, pjesa më e madhe, 90% pothuajse e gjitha ndryshimeve që do t'i bëjmë teatri do të bëhet me kontributin e biznesit. Edhe salla do të bëhet modern, është ndryrë pak në skenë. Pra dita ditës deri në ditën e shpalljes së pavarësisë në 28 nëntor, ku do të ketë një aktivitet të rëndësishëm, ne duam që ose qyteti Fierit duam që të ketë një teatr më të mirë, më modern, më prezent për fierakët, për shqiptarët dhe edhe për të huaj. Një element tjetër ne kemi prekur edhe në emisionet kaluar në fakt është edhe pjesa e prezantimit, një plakat për prezantimin e këtij teatri. E nuk e di nëse në këtë projekt në këtë kuadër patjetër. Nuk e di nëse është parë edhe mundësia e sistemit të ngrohjes, të kaldajës apo diçka e tillë. Në këtë kuadër do të shihet edhe vendosja e emrit të teatrit Bylis që i mungon, dikush kur vjen në Fier nuk di kur. Mungon edhe bashkia, në fakt. Patjetër, edhe bashkia. Edhe për bashkinë kemi një projekt. Pra, përpiqemi që t'i vëmë dhe emrin teatrit Bylis krahas përmirësimit të ndjeshëm të fasadës që ne do t'i bëjmë. E qartë. Kalojmë tek një pikë tjetër apo tek një investim tjetër i rëndësishëm, siç është dhe tek investimi tek Shatërvani. Në fakt, përkundër shumë investimeve të tjera nuk është mirëpritur nga ana e qytetarëve, ka një lloj rezerve. Sepse e keni parë projektin vet? Po si se kam parë. Ka ankesa të paktën për sa i përket ndërtimit të një banjëre, për shkak se ndodhet fare pranë bashkisë dhe qoftë edhe për anën pamore, do thoshe për anën vizive, por edhe për shkak të ndodjes si mund shkaktoj. Po, ka qenë një kërkesë me peticione, jo një kërkesë, por kanë qenë shumë kërkesë dhe peticione, se edhe kështu janë shkruar. Nga moshat e treta për të patur një banjë në këtë vend, mbasi pjesa më e madhe në kohën e verës përqendrohet këtu, më shumë se sa tek Barinia apo tek lulishtet e tjera të qytetit. Ne kemi quar, mos bëjmë shumë historik, kemi quar banja portative që më shumë ndotën ambientin se sa e përmirësuan. Kështu që përkohësisht jemi detyruar të sajojmë një banjë të tillë, që do përmirësohet në fasadë, nuk do të duket një banjë në një lulishte ku diun. Po më vjen mirë që qytetarët dhe ju shqetësoheni për një banjë në një lulishte, pra të mos jetë asnjë ndërtim në lulishte, po ja që është domosdoshmëri për këtë moshë, domethënë mbase banjat
që janë në qendër të qytetit, dhe ishtë banka e vjetër, për ta ishte shumë largë. Pra është një ndërtim që është vënë dispozicion të tyre, por fasada dhe gjelbërimi që do ta rrethoj, nuk do të duket kaq keq. Edhe për mua vret kur e shoh sot, nuk duket. Ndërsa që të kthejmë atë lulishte dhe lulishte tjera në qendra të rëndësishme të zbavitjes për moshat e treta, këto do ta bëjmë me vendosmëri. Pra moshat e treta do të kenë ambientet e tyre të gjelbërimit të ambient të terrenit, që janë lulishte kryesisht, do të kenë njëkohësisht edhe ambientet që do të jetë brenda. Do ta modernizojmë atë që kemi patur vërejtë për tek ish elektriku, atë sallë, pra ka qenë një sallë shumë e mirë, por ta kthejmë edhe moderne, njëkohësisht besoj brenda këtij viti do inaugurojmë edhe një sallë tjetër tek Laja Ise në Nëndori, e kemi premtuar, po mbaron objekti dhe gati 2 kate janë të bashkisë, aty ku ka qenë kopshti i rënuar të Laja Ise në Nëndori. Pra edhe atje, si vjet do të kthejmë një sallë shumë të mirë, shumë të madhe për moshat e treta. Por flas për ambiente që do të funksionojnë kryesisht në dimër, dhe ndërsa për lulishtet që sapo theksuat, a ka mundësi që të gjitha lulishtet të ndërhyjmë t'i kthejmë ato në tavolina ku moshat e treta luajnë dhe t'i pajisim dhe me stola. Këtë kështu po bëjmë të ka lulishte. Unë garantoj të dali një gjë moderne, një model për gjitha lulishtet e tjera të Në fakt e keni shprehur edhe përmes investimeve të ndryshme që janë bërë apo përmes projekteve që keni pasur, se jeni partizan i gjelbërimit apo i mjediseve të tilla argëtuese dhe çlotëse. Por sërish do të kaloj tek shqetësimi që vjen nga moshat e treta apo nga qytetarët. Pavarësisht se flasim për lulishte, aty është kryer një betonizim, do thosha, i atij mjedisi. Unë nuk mendoj që flas sërish me zërin e qytetarit. Po patjetër, më mirë të flasim me zërin e qytetarit, po jo të gjithë qytetit, domethënë mund të ketë ndonjë shqetësim të kësaj natyre, por vetë ne nuk lejojmë që të presim asnjë pemë për ta shndruar në beton, nuk bëhet fjalë fare. Dhe ajo sipërfaqe, jo vetëm që është e gjelbëruar mirë, dhe jo vetëm do të bëhet sipërfaqe argëtuese shumë e mirë, por pse jo në të ardhmen mund të shtohet edhe numri i pemëve gjelbëruese por deri tani nuk janë prerë pemë në këtë sektor. Nuk në asnjë vend të qytetit, përveç rreveve që janë prerë pemë, flasim pemë autoritare, dhe ato në funksion zgjerimit të rrugës, dhe gjithashtu këto pemë kishin mbushur dhe moshën, po nuk bëhet fjalë që në fier të jetë ngritur spata dhe të jenë prerë pemë dhe të jenë shtruar me beton apo me asfalt. Përkundrazi, meqense u fol për gjelbërimin, ne kemi theksuar edhe në moment tjetër, jo vetëm që të gjitha akset rrugor i kemi nënkuptuar me gjelbërim dhe vendriqim, pra nuk kemi shtruar vetëm asfalt që të kalojnë njerëzit, por të gjitha akset rrugor që kemi bërë në qytetin e Fierit janë shoqëruar me gjelbërim, janë shoqëruar njëkohësisht edhe me ndriqim. Pra qyteti i Fierit gjelbërohet çdo ditë dhe ndriçohet çdo ditë, por jo vetëm kaq, por ndërmarrja e gjelbërimit mbjell çdo ditë dhe mirëmban çdo ditë përveç akseve rrugor që sapo theksova. Mirëmban çdo ditë sipërfaqe të gjelbëruar. Unë siguroj që është një sektor model, që ndërmarrja komunale ka sektorin e gjelbërimit, është një sektor model dhe vetë entuziazmoj më shumë me këtë sektor në punën që kam, sepse janë disa gra që dalin punë në orën 6, dilni verifikojnë, çdo ditë në orën 6 do të keni gratë e gjelbërimit. Po këtu nga kjo studio keni ngritur një shqetësim më parë që kishte të bënte pikërisht me jo vetëm me sensibilizimin e qytetarëve, por edhe me një lloj ndërgjegjësimi të tyre për ruajtjen e këtyre mjediseve. Duke dinë se tashmë ka kaluar edhe kjo lloj faze, pavarësisht se nuk ka kaluar akoma, sepse po të shofësh në bulevardin Ramis Aranitasi ose rruga e Vlorës, ka shumë ilçe që janë tharë. Dhe jo më shumë, po se sa 1 metër, të gjitha këto mund të jenë 6-7, nuk e di. Numrin janë tharë, domethënë, dhe po të shoh shumë afër tyre, ka biznese dhe asnjë nga ata nuk merakose, domethënë që ta ndroj këtë ilçe me vullnetin e vet ose me edhe mendimin e bashkisë. Por nuk është problemi që ne se ndrojmë, por ne duam garancinë që të po të mbjellë një ilçe tjetër, që një pemë e tillë bën të shkon deri në 20.000 lekë të reja, domethënë. Nëse do të mbjellë një, a do të ketë siguri. Mora kot këtë shembull, po ka shumë shembuj të tillë edhe në bulevardin Skënderbeu, që është rruga më e re dhe më e gjerë, më me frymare që ne kemi bërë në qytetin e Fierit. Edhe aty ka probleme, domethënë, për mirëmbajtjen e gjelbërimit. Më mirë është rruga Thoma Kopaçe, dhe unë do t'i përshëndes banorët e lagjes 8 Shkurtit, sidomos para fabrikateve, që menjëherë sa u mboll
bloku i tyre. Ata e mirëmbajnë dhe vetë e kanë kthyer në sipërfaqe të gjelbëruara argëtuese, dalin banorët. Pra më shumë duhet të kenë vëmendje banorët, por unë s'do të bëj këtu personin që u bëj thirrje, domethënë. Më shumë dhe ne duhet punojmë për të bashkëpunuar me banorët, për ta ruajtur si dritën e syrit, gjelbërimin të ndryshe për të ruajtur si dritën e syrit mjedisin për ta, për fëmijët e tyre dhe për nipërit dhe mbesët e tyre. Po. Sigurisht edhe kemi realizuar në këtë rezume të përgjithshme, investimet në qytetin e Fierit nuk mungojnë për ish vërtetë se do të planuar, por le të flasim për prioritete sepse ende mbetet shumë për të bërë. Qoftë në infrastruktura apo qoftë edhe në elemente të tjera. Ne kemi thënë që do të vazhdojmë me kulturën. Ne prekim 2012, me kulturën si prioritet kryesor që do të kemi gjatë këtyre viteve, me kulturën dhe me sportin. Dhe orientimet i kemi qoftë në përmirësimin e institucioneve që përfaqësojnë kulturën dhe sportin, modernizimin dhe ndërtimin, po kështu edhe në rritjen cilësore të këtyre aktiviteteve kulturore dhe aktiviteteve sportive. Sa po e përmendëm teatrin, por nuk është një rastësi, nuk është një shkrepje mendore, domethënë që ne do ta rregullojmë teatrin, por është një objektiv që teatri i Fierit të jetë një teatr modern, të jetë një teatr që jo vetëm të ketë aktivitete teatrore apo koncerte brenda sallës, por të jetë një teatr që të ketë një performancë shumë të mirë, të jetë teatri më i mirë në vendin tonë, sepse jo vetëm që e meriton qyteti i Fierit, por sepse pretendojmë që ky qytet do të jetë qyteti i kulturës dhe i turizmit. Kemi bërë diçka te biblioteka, kemi theksuar dhe herë tjetër, në bibliotekën e Fierit tashmë me shumë kënaqësi zhvillohen shumë aktivitete, qoftë tek salla e katit dytë, qoftë edhe te galeria në katin e 4 që sot kishim një ekspozit, numri i ekspozitave, jemi te fusha e kulturës, pra te vëmendjet që ne po i kushtojmë, numri i ekspozitave në Fier gjatë vitit kaluar dhe këtij viti ka qenë shumë i madh, por do të vazhdojmë shumë shpejt me një ekspozit për piktorët e Fierit, piktorët shqiptar, pse jo dhe me piktorë të huaj. Pra, në këtë kuptim, në fushën e teatrit do të vazhdoj vëmendja në dy plane, por meqense pak vëmendje ka patur plani para i ndërtimit të institucioneve, tek ne do të marri peshën e dur nga kërkesën e dur. Po kështu edhe në prioritetin e dytë që është sporti, ka përfunduar ndriçimi i stadiumit, po merremi me kabinën aktualisht, do të vi tribuna shumë shpejt. Tribuna do të jetë me 600 vende dhe njëkohësisht stadiumi do të jetë i pajisur me sedile për ta shndërruar sadopak natyrën shumë të zymt që ka stadiumi, pra pamjen shumë të zymt që ka stadiumi i Fierit, me betone që janë të asaritura, me betone që kanë qeduar, po flas për shkallët e stadiumit. Mbasi oqëmdor nga tribune e qelur që ishte në dhoma veshje në çveshje, pra akademia sjell një ambient shumë modern, jo vetëm për futbollistët e Fierit, por për gjithë futbollin shqiptar. Do të pasojmë, po theksoj edhe një herë, me tribunën, me stolat dhe do të ndërhyjmë edhe në mbylljen veriore të stadiumit. Kështu që besoj kompleksi si vjet do të mbyllet si një kompleks shumë modern, jo thjesht më i miri i vendit. Tek prioriteti i sportit. Me qenë të sporti më lejon, ka qenë një projekt për ndërtimin e një stadiumi të përbashkët. Po flas për këtë kompleks. Kjo aktmarrëveshje ekziston ende, ka qenë federata e lëkundur nëse do të bënte këtë stadium, mbasi në këtë deklarim, këtu ka qenë dhe presidenti i futbollit shqiptar, në këtë aktmarrëveshje të nënshkruar, apo do të bënte një rekonstruksion total të stadiumit Qemal Stafa. Ne urojmë që dhe të ngjelet Qemal Stafa, siç është të bëhet stadium në këtë rajon, që do të jetë edhe stadium kombëtar dhe për te kufive tanë, por ajo që do të thosja unë është që po flas për ato kapacitete që përballon bashkia vetë dhe me kontribute, që është kompleksi që po theksoj. Mbasi stadiumi nuk është thjesht një çështje e bashkisë Fierit, por është një çështje
e Federatës Shqiptare, e Qeverisë Shqiptare, është një çështje e UEFA-s, është një çështje e FIFA-s, pra do bëhet një stadium me përmasa shumë më të mëdha. Le të ritheksojmë edhe një herë që dykeja, Bashkia Fier dhe Bashkia e Vlorës do siguronin rreth 5 milionë euro. Kjo është marrëveshja, masi pjesën tjetër do ta merrte Federata dhe pastaj UEFA. Po. Le të kalojmë tek taksat dhe tarifat vendore. Çfarë bëhet në Bashkinë Fier? Deri në çfarë niveli arrihet të vilet kjo? Po, patjetër që këto 2-3 vitet e fundit ju kërkoj ndjes zoti Zegjaj. Për numrin që është afishuar është numër për dërguar SMS, ju drejtojmë teleshikuesve, pra jo për kontakte drejt për drejta, por kush ka pyetje për zotin Zegjaj, mund t'i drejtojë në këtë numër dhe në një pjesë të mëvonshme të emisionit tonë unë do t'i publikoj mesazhet tuaja. Pra nuk mund të ketë komunikime drejt për drejta në studio. Falenderoj për mirëkuptimin tuaj. Po. Por tarët e buxhetit, ne shpresojmë që ta realizojmë buxhetin, por ka gjasa që dhe ky vit do të jetë një vit shumë i vështirë. Së paku deri tani, bashkë me 2-3 vitet e tjera që sapo theksova, kemi shpresuar shumë dhe do të jetë sukses që të arrim rishikimin e planit rregullues sipas ligjit të ri. Rishikimi i planit rregullues do të i hap dritë jeshile një punë shumë herë më të madhe në Fier, që do të jetë puna në qendrën e qytetit. Pra në qoftë se spostuam një pikë të zezë që është ambienti tek Pallati i Sportit, që ishte një nyje shumë e zezë për qytetin, do të ndërhyet njëkohësisht tek policia dhe do të ndërhyet edhe tek fabrika e mielit. Pra këto dy pole që janë shumë të rëndësishme për qytetin do të jenë pole zhvillimi. Në këtë kuptim besoj që kuotën që kemi vendosur për buxhetin e bashkisë do të arrijmë, në qoftë se po them edhe një herë, do ta rikalojmë planin rregullues të qytetit sipas ligjit të ri, pasi do të jenë shumë objekte që do të ndërtohen. Po me ato çka është bërë deri tani, me ato domethënë jeni të kënaqur me ato? Nuk jemi të kënaqur, po theksoj edhe një herë, me të ardhurat që kemi siguruar deri tani, nuk jemi të kënaqur. Hapja e këtyre dy fronteve, ndërtimi, realizon jo vetëm buxhetin, por pse jo edhe te kalon. Më lejoni të bëj të jap informacion për opinionin publik. Besoj që UFO do të jetë universiteti që do të jetë themelet tek policia, pasi presidenti i UFO-s ka rënë në marrëveshje me pronar, po flas kështu sepse ne çdo ditë jemi në kontakt të kësaj situate, nga që duam që te sektori, tek policia të kthehet vërtet në një qendër të rëndësishme rinore. Ndërsa studimi i qendrës që sapo theksova është gati, pret vetëm një okay nga qeveria. Në këtë kuptim, në qendër të qytetit do të kemi dy zona shumë të mira që do të japin një fytyrë më moderne qytetit të Fierit. Fieri është një qytet që zhvillohet, më lejoni të theksoj edhe një herë, ose të kundërshtoj një deklarim, Fieri është Kandahar, nuk e di pse përçmojnë qytetin. Ne përpiqemi që qyteti të zhvillohet çdo ditë në të gjitha planet, në fushën e infrastrukturës rrugore, në fushën e ujësisë kanalizimit, në fushën e kulturës, në fushën e sportit. Pra, përpiqemi që të punojmë me shumë përkushtim në të gjitha planet dhe sinqerisht i gëzohemi çdo ndryshimi që ndodh në qytetin e Fierit dhe nuk na vjen mirë që me keqdashje, domethënë, thuhet ndonjëherë Fieri është Kandahar. Ata që shkojnë në Fier, ata që vinë në Fier, mbas një vit ose 2 vjetësh na përshëndesin për ndryshimet që ne kemi bërë në Fier. Kemi theksuar edhe një herë tjetër, në këtë qytet kemi 200 ndërhyrje të rëndësishme, janë 200 projekte që janë aplikuar në qytetin e Fierit gjatë këtyre viteve që unë jam në krye të bashkisë së Fierit, por janë 200 objekte që kanë ndryshuar fytyrën qytetit e Fierit, janë ndërhyrje shumë të rëndësishme dhe këto projekte i kemi shfaqur edhe në formë liste, i kemi shfaqur edhe si projekte konkret në teren. Në këtë kuptim, Fieri ndryshon çdo ditë
Dhe kjo jo pse e them unë, por pse dëshirojmë ne, e dëshirojnë qytetarët e Fierit që realisht presin ndryshime edhe të tjera dhe më të rëndësishme, për cilat ne domosdoshmërisht do të përpiqemi. Meqense u fol për prioritete dhe unë ceka pak kulturën dhe sportin, dua të theksoj. Ndoshta do t'i ciklojmë dhe më poshtë edhe kulturën për sportin, do të kemi edhe. Po, le të them edhe diçka tjetër, edhe këtë për informacion. Pardje kanë qenë përfaqësuesit e Bankës Gjermane në Bashkinë e Fierit dhe unë shpresoj dhe besoj që për një muaj ne të konkludojmë, janë duke testuar ndërmarrjen e ujësjellësit, ne të konkludojmë për një rrjet të ri, për një investim që nënkupton një rrjet të ri të ujësjellësit dhe të kanalizimeve të ujërave zeza për këtë qytet, që do të filloj ashtu sikur se kemi theksuar edhe përpara një viti, do të filloj nga zonat informale, pra do të filloj nga sektori tek policia e re ose tek parku dhe në lindje dhe në pendim do të filloj nga lagja Afrim, domethënë nga rruga Çeçemçelo. Pra, do të jetë një entuziazëm tjetër për qytetarët fierak që të kenë një rrjet të ri të kanalizimit të Zeza dhe një rrjet të ri të ujësjellësit. Pse jo në sfond të këtij projekti ose të këtij bashkëpunimi është edhe një deporator për punimin e ujërave të zeza. Shpresoj që jo vetëm bashkia, por sidomos ujësjellësi të japi gjithë energjitë e mundshme dhe domosdoshme që në muajin maj ne ta firmosim këtë akt marrëveshje. Kemi firmosur një akt marrëveshje paraprake me gjermanët, pra një marrëveshje që ne bjem dakord të bashkëpunojmë përpara një viti dhe ne kemi bërë të qartë qytetarëve fierak. Sot po ju bëj të qartë ose po flas për informacion tjetër që jemi në hapa të mirë dhe të rëndësishëm që Fieri të përfitojë jo vetëm ujësjellësin e ri në kuptimin e puseve të rinj, depos së re, linjës së re, unazës së re që i ka sot aktualisht, po të ketë dhe një rrjet të ri të ujit të pishëm dhe të kanalizimit të ujëve zeza, mos të derdhen më ujëra të zeza në Gjanisë. Është shumë e rëndësishëm ky projekt, do të jetë projekti më i rëndësishëm i këtyre viteve, prandaj dhe e lakova ka gjatë. Zoti Zeqaj, shpeshherë kur jemi në panele të studiove të ndryshme dhe kur kemi të pranishëm, atëherë ne jemi të detyruar për të mbajtur ato deklarime dhe ato premtime që u bëni. Le të kthehemi çështjes së tregjeve. Keni deklaruar se në muajin mars do të mbyllej kapitulli i tregjeve të pamiratuara. Në fakt, vetëm me tregun industrial apo çka do të thotë? Në fakt, ne kemi mbajtur premtimin dhe nuk është se jemi të kënaqur, kemi mbyllur një çështje të tregut industrial. Unë besoj që sot në Fier ka kapacitete ku tregtarët industrial kanë vendin ku të tregtojnë. Tregu i fundit është një treg modern, një treg që i ngjan tregjeve të tjerë në Europë dhe në botë. Kush ka lëvizur ka parë tregje industrial, bie dakord që tregu aktual është një treg modern. Por meqense u fol për fjalën tregje, rezultati politikave që kanë ndjekur Bashkia e Fier, më mirë se kushdo tjetër, ne kemi një qitu që është një treg modern, shumë luksos. Ne kemi tregun të autogrillit, fruta perimeve, që është një investim shumë i mirë. Ne kemi tani tregun industrial që është një investim shumë i mirë. Kemi patur pengesa për të futur një nga supermarketet e Ballkanit, nuk e di, janë miratuar rreth 11 supermarket. Një është në Fier, jo në Tiranë Durrës, po përmendim Fier sepse Fierin duam. Dhe jemi duke punuar për të bërë dhe një merkato të re. Patjetër që investitorët hezitojnë në fazën e parë, sepse është një bashkëpunim i Bashkisë Fier, janë projekte të Bashkisë Fier që bëhen në bashkëpunim me investitorët privat, që nuk mungojnë në këtë qytet, që kanë dhënë kontribute shumë të rëndësishme për të ndryshuar fytyrën këtij qyteti, sepse të gjitha këto tregje që unë sapo theksova janë tregje të bërë nga investitorët privat, po tregje shumë modern. Po të kthehemi te çështja, ne kemi problem me tregtarët e fruta perimeve, të djathtë të mishit, dhe këtë pamje fort këndshme e shohim gjithë, shohim mish të varur në rrugë,
shohim mish të varur në rrugë, shohim njëkohësisht edhe domate që shiten në trotuar. Nuk e di, po shpresoj që... Jo, t'imagjinosh dhe në këtë stin që po vjen. Patjetër, shpresoj që e kishim për një janar për ta mbyllur këtë jo në mars, këtë merkato. Ka patur ca mosbesime nga ana e investitorëve, por shpresoj që për një muaj do ta mbyllim edhe një merkato tjetër moderne, duke pritur thashë një supermarketin që do të ndërtohet në lagjen 8 shkurt. Përfitironi një qytet që asnjë tregtoi në tregje. Sot është me tregje modern, dy tregje tjera, një të fruta perimeve dhe një supermarket, priten që të fillojnë punë shumë shpejt. Shumë shpejt. Një afat? Unë nuk dua të fyej asnjë si tjetër vendore, bashkia apo komunë, por ju garantoj që nuk kam patur orientimin që ka patur Bashkia e Fierit, që tregjen t'ua besoj investitorëve privat. Shpeshherë të dhamin veshët kur ka presione edhe nga politikanë, nëse do thoshe kështu, apo njerëz që kanë një post ose drejtojnë një institucion që thonë të bëjmë tregje të bashkisë. Kjo nuk ka sens. Sot në asnjë vend të botës nuk ka asnjë bashki që ndërton tregje me parat e veta. Nuk ka sens, domethënë. Por thuhet tregje të bashkisë sepse nuk kuptohet që çmimi për metër katror do të jetë më i lirë. Kur në tregjet që sapo përmenda, çmimi për metër katror është më i lirë se sa çka vendosur bashkia vjet ose par vjet. Nuk e di nëse e thash saktë apo jo, nëse e thash kuptueshëm. Pra, në çdo moment ne kemi vënë kushtin që dakor do të bësh të treg, por ke edhe kushtin tjetër, që për 1 metër katror do të marrësh më pak se çka marr bashkia. Por te bashkiet në përgjithësi që ndodh në gjithë botën si mall pazot, domethënë që ndërton tregje dhe kthehen pastaj ato në një atmosferë ghetto, në një atmosferë skandaloze. I kam gati qytetet, po i them që ka bërë tregje bashkia, ka presh ida, është inauguruar dhe pas një muaj tregjet janë ndarë me mur, me llamarin, me xham etj, ndërsa tregjet tanë që janë ndërtuar në bashkëpunim me biznesin do të jetojnë shumë gjatë dhe do të jenë shumë gjatë modern. Po theksoj edhe njerëz sepse nuk bëhen tregje që bashkia të paguaj 50 milion të vjetra ose 50 milion lekë të reja për të bërë një treg modern, kur nuk është ky sensi i zhvillim. Sot janë të gatshëm shumë investitorë që të bëjnë tregje modern dhe të ofrojnë tarifa shumë të ulta për metër katror. Parkimi me pagesë, zoti Zeqaj, edhe nga shumë mesazhe që kanë ardhur në mbrëmjen e sotme, por në fakt është një iniciativë e cila ka shkaktuar irritacion te qytetarët. Është hera e dytë që tentohet për të pasur një lloj parkimi me pagesë. 50 lekë në orë, duket sigurisht është pak e shtrenjtë, do thosha, për ata që mund të parkojnë, sepse brenda një orari zyrtar, po të flasin 8 orë, i bie që të paguash 4.000 lekë të vjetra në ditë, kur tek një parkim privat mund shkoj 1.000 lekë të vjetra gjithë ditë. Po, edhe unë kam dëgjuar ose kam hasur njerëz që nuk janë shumë të kënaqur nga parkimi me pagesë, por e para po deklaroj që ky parkim do t'i rrisi performancën qytetit Fierit dhe do ta rëndisi atë si një qytet evropian. Parkimi me pagesë po flas për pjesën e performancës, po flas për pjesën ekonomike. E rëndit qytetin në qytet sigurt, në qytet paqes, në qytet rregullit, në qytet disiplinës. Në një qytet ku akset rrugor nuk janë një shkatërrirë të erë ku mund të parkosh nga mëngjes deri në darkë, mund të parkosh për 1 muaj, mund të parkosh për 2 muaj derisa makina mund të kalbet në akset kryesor të qytetit. Pra, me parkim pagesë në gjithë botën jepet një pamje tjetër qytetit. Makina që parkojnë dhe paguajnë dhe makina që lëvisin. Pra këto dy, nuk ka makina me frezë që rrinë mes rrugës apo etj. Dhe parkimi pagesë ka sjell një ndryshim shumë të rëndësishëm në parkimin e qytetit të Fierit. Ne kemi këmbgulur që të jetë ky parkim për të rritur vlerën dhe peshën qytetit Fierit nga një anë dhe nga ana tjetër, pse jo për të siguruar të ardhura të tjera bashkisë Fierit, sepse parkimi është një shoqëri e përbashkët. Ka shumë favore që
që nuk kanë drejt një pjesë e qytetarëve. Për shembull ditë festash, parkimi është i lirë, ditë të diel parkimi është i lirë, natën parkimi është i lirë. Pra parkimi është me pagesë dhe me 50 lekë, nuk është Tiranë 50 lekë. Ik parko do të paguash 100 lekë në të gjitha parkime. Për orë, po. Unë parkoj ku duash ti, kam parkuar në gjitha vendet dhe paguaj 100 lekë për orë. Ne kemi bërë 50 lekë për orë. Duke në kuptuar që si jemi Tirana, ekonomia nuk është ajo që është në Tiranë, etj. Por kemi realizuar një projekt që është në qytetet kryesore të botës. Nuk bie dakord me ata që shikoj njerëz janë të varfër, ku di unë, një që ka makinë e para nuk është shumë i varfër, se mund ta ketë një mjet pune, ka një mjet zakonshme pune. Po. Dhe e dyta, një që ka makinë ka shansin të parkoj në 83 akse kryesor rrugor falas. Dhe janë mbi 100.000 parkime në bloqe pallatesh dhe në rrugë dytësore. 100.000. Ne kemi vendosur me pagesë rreth 7 rrugë. Pra 83 akse rrugor tjerë janë parko ku dush dhe pa lekë. Nuk do të thotë që Dohet bëjë ndryrje. Nuk do të thotë që ta pish një kafe në filan vend, mos flas për lokale, dhe të parkosh se s'bën atje. Po dakord, parko do paguash 50 lekë. Ky është rregull, sepse rreth qendrës së qytetit nuk mund parkohet 2-she, 3-she dhe 4-she dhe pa pagesë. Pagesa disiplinon shumë punën. Në qoftë se unë që kam zotroj një automjet, nuk më intereson shumë ta paguaj 50 lekësh, parkoj 50 metra më tuti, se kjo është qendra e qytetit. Dhe pi kafe në qendër. Dhe qyteti Fjetër është kaq i vogël sa lëvizjet mund bëhen edhe në këmbë. Po flas krahasuar me qytetet të tjera në Evropë dhe në botë. Po. Dhe këtu sa merr ca masa për qendër që mos jetë një kaos, por qendra vërtet të parkohet dhe të cilët të ardhura për Bashkinë e Fierit, menjëherë thuhet çfarë po bëhet. Asnjë gjë s'po bëhet, po them janë 7 rrugë, sepse të gjitha akset e tjera rrugor të qytetit Fierit dhe blloqet e qytetit Fierit janë parkim falas. Ne nuk e di, se ka bërë me përqindje, po mund të jenë 3 deri në 5% parkime pagesë kundrejt numrit parkimeve. Në fakt edhe nga ajo që vjen 97%, ma dëgjoj dhe shifrën. Po. Janë falas. Pra këtu po flitet për 3%. Në qoftë se s'më intereson, po them edhe një që të paguaj 50 lekësh, nuk parkoj aty. Ndërsa ajo që vjen nga qytetarët flet për më tepër, paguhet dhe parkimi poshtë pallateve. Dhe nuk kemi idenë se deri ku shkon ky projekt. Pa, nuk ka poshtë pallate. Pra po shohim vjet blu gjithandej. Mund lexojmë lloj-lloj mesazhe, domethënë që nuk janë të vërteta. Të gjithë qytetarët e dinë kush janë parkimet në qytetin e Fierit. Nuk ka në blloqe pallatesh. Po poshtë pallati nëse janë në bulevardin kryesor, nuk është vetëm poshtë pallati jote, është poshtë pallati i 100.000 banorëve. Unë kam dëgjuar thash edhe njerëz që kanë një post, për që janë një gjë, do të poshtë pallatit tim. Po ç'ne poshtë pallatit tënd? Bulevardi Jakov Zoza, bulevardi i 100.000 banorëve. Nuk është poshtë pallatit tënd. Se thot poshtë pallatit tim unë do parkoj dhe do flet gjumë. Nuk është poshtë pallatit tënd kjo. Ai është bulevardi i qytetit. Dhe ky qytet, dhe ky këshill bashkie ka vendosur që ky bulevard në këtë interval do të shfrytëzohet me 500 lekë vjet. Ka një thjesht problem. Dhe kjo 500 që merret në emër të gjithë qytetarëve të Fierit, dhe jo poshtë pallatit tim. Rruga Mujo Ulqinaku nuk është bërë me parkim ku unë jetoj. Po të bëhet nesër, nuk është poshtë pallatit tim. Pra po ta mbyllë përfundimisht, parkimi me pagesë është rrirë në kaq akse rrugor dhe po të them 3 deri në 5%, mos nuk jam i saktë në këtë, është me pagesë. Pjesa tjetër që i thon 97% është pa pagesë, domethënë janë qindra mira parkime. Po kaloj tek leximi një pjesë të SMS-ve që ka ardhur në studio, tabelet e reklamave. Vjen një mesazh nga një biznesmen, tabelet e reklamave pse nuk na i lat, fitonte bashkia, fitonin dhe ne biznese. Po, Fieri akoma është i ndotur shumë me reklama, nuk kam parasysh kush është biznesi, dhe ne do të ndërhyjmë prapë, sepse nuk e drejt që të shkruash kebabtore, punëtore, këpucari, ku do të di me llamarina nga më të qelbrat dhe i nxjerr tek trotuari, apo një karike me 3 këmbë, që kjo është e zënë sepse ka mund. Pra përveç ndërhyrjes që është bërë, qethjes, si mund të them, ne duhet të ndërhyjmë prapë me qëllim që bulevardet tona të mos jenë shëmtuar dhe mbi ngarkuar me reklamë.
nuk ka pasur shtyllë ndryqimi, pa qepur një llamarin, pa vendin shigjet 200 metra lavash, edhe në bulevardin kryesor. Pra dhe reklamat, po përpiqemi që t'i reduktojmë në mënyrë maksimale, që vërtet fitoj bashkia, por jo në kurisë qytetarit, që të dëmtohet, të pengohet nga reklamat, apo reklamat i vrasin sytë. Ne jemi përpjekur që të gjitha këto t'i disiplinojmë më shumë nga vitet e kaluar. Dhe po theksoj edhe një, ne do të vazhdojmë prapë që akset rrugor, sidomos akset rrugor kryesor, të kenë reklama dinjitoze, reklama të një formati, reklama autoritare. Një tjetër mesazh, Fieri ngjan si qytet i braktisur, pse nuk keni marrë me fasadën e qytetit? Mirë, për gjithë ta që mendojnë që Fieri është qyteti braktisur, unë doja të theksoja që është një qytet që rritet më shpejt nga ana demografike se qytetet e tjera, është një qytet që është dyfishuar pas viteve 90. Kjo e për shkak se kryetar bashkie është ky burri dhe nesër do të vi një tjetër, po për shkak se është një qendër shumë e rëndësishme gjeografike në Shqipëri, ka dhe shkaqe të tjera. Por edhe pse ne përpiqemi të krijojmë marrëdhënie shumë të mira, jo thjesht me qytetarët, por dhe me promotorin e zhvillimit të këtij qyteti që është biznesi, në këtë kuptim nga Fieri në Fier vin nuk ik. Janë rikthyer gjithë ata biznese që i kishin kthyer shpallët të qytetit të Fier, pasi ishin ndjerë shumë keq. Njëkohësisht ndërtohet në Fier me ritme shumë të larta dhe në Fier blen hyrje po me ritme shumë të larta. Është Durrësi dhe Vlora përpara nesh, pastaj vjen Fieri. Dhe të dyja këto qytete për shkak të zonën bregdetare. Ndoshta nuk kemi parasysh fasadën e pallateve të vjetra, do dalë të fasadë, mos mërzi, do të them fasadë. Por në qoftë se mungonin rrugët, mungonin trotuar, mungonin penë, mungonin ndriçim, që pothuajse janë bërë, pa nënkuptuar bllokët e pallateve, që është premtimi ynë bllokët e pallateve, nuk mund të flitet pastaj për fasada. Kemi bërë një ndërhyrje në zonën e bashkisë, bashkia, prefektura, teatri që po bëjmë tani. Kemi pas një projekt me bankë botërore që nuk u realizua dhe më mëllim se të rruga Jakov Xoza, mase do të jetë një moment tjetër që do të ndërhyjmë atje. Por fasadat le të jenë si kërkesë për akset rrugor kryesor njërë, sepse nuk mund të përfshihen në gjithë qytetin. Kërkesa është e drejtë, nuk mundemi pra që të realizojmë. Një mesazh tjetër vjen, do të dinim se çfarë bëhet me strehimin. Pasi e dëgjuam edhe fjalimin për sportin, por jemi më të interesuar për atë që bëhet për strehimin. Për strehimin besoj që 96 hyrjet që janë ndarë 50 hyrje përpara 2-3 vjetësh, do të ndahen 96 hyrje mbas një jave, dhe shpresojmë që ky projekt me rreth 100 hyrje të tjera të vazhdojë edhe në të ardhmen. Po, do doja të di nga zoti kryetar, a do të bëhet ndonjë rregullim te pallatet e SMT-s? Nuk kalojmë dot edhe nga problemet e ndotjes Urat e Zeza. Është vërtet që duhet një aks rrugor. Shpresojmë ta bëjmë këtë vit. Unë kam parasysh bllokun ku po flitet. Po do të kaloj tek një mesazh tjetër. Kur do të mbyllen gropat e rrugëve të Unazës, është një tjetër mesazh. Për gropat e Unazës që janë hapur kryesisht nga Qezi dhe nga Telekomi, kanë sjellë një dëm domethënë qytetit të Fierit, një dëm po që ka qenë i domosdoshëm sepse të dyja rrjetet kanë qenë të rëndësishëm për të shtrirë në qytetin e Fierit. Besoj që mbas shirave që bien, do të për 2-3 ditë punë kemi për të mbyllur të gjitha këto gropa, të gjitha këto probleme që kanë krijuar të dyja këto kompanitë, patjetër që me kontribut dhe kompanive asfaltin do ta blenë ato. Ka pasur një problem që këto nyjet e asfalto betoneve nuk kanë punuar, nuk gjatë sezonit të dimrit. Kemi rënë dakord që javën që vjen, ose Mondleka, drejtori i komunales, ka informacion që javën që vjen do të prodhohet asfalt. Pra që në momentin që prodhohet asfalt, që asfalt prodhohet në ditën me diell, ose s'ka kush e blen. Në këtë moment, që do të jetë moment ditësh, jo moment javësh dhe muajsh, do të me elementohen të gjitha
kanalet që janë hapur në UNAS dhe edhe brenda qytetit ka disa kanale. Do ta zgjidhim, edhe unë kam një shqetësim shumë të madh, po të keni vënë ne shpeshherë i mbushim me inerte, po një shi që bie e heq inertën ose çakullin, kështu që pritet 2-3 ditë me diell që ne ta mbyllim këtë plagë për qytet. Ndërkohë një mesazh tjetër, mos më kioska, ju lutem zoti kryetar, Fieri ka shumë kioska. Po, ka qenë një vërejtje që është bërë, unë nga njëra anë e kam pranuar, nga njëra anë nga ana tjetër është një presion i njerëzve që kanë probleme shumë të rënda sociale, por kioska është kiosk dhe kontrata me të bëhet vetëm për një vit, pra nuk është një gjë shumë e qëndrueshme, është një si tregtimi që bëhet kontratë çdo vit, pra nuk është një pasuri, nuk është një gjë e paluajtshme. Por nuk kemi lejuar në akset kryesore. Kemi dhënë një kiosk në një blok lagjesh ku dikush mund të ushqehet duke shitur gazeta, cigare apo kujt diu. Ndërkohë janë shumë mesazhe, do t'ju kërkoj ndjes ndërruar televizionist, po selektoj disa prej tyre në pamundësi për të lexuar gjithë dhe për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Ka mesazhe që vinë, është një mesazh që vjen nga jam avokat dhe ushtroj profesionin pranë gjykatës, paguaj taksa bashkie 7.500 lekë të reja çdo 3 muaj, aty futen edhe 600 lekë të reja taks parkingu. Si e sqaron kryebashkiaku këtë? Tjetër gjë është parkimu që paguon, këtë taksi paguon tek zyra regjistrimit, dhe tjetër gjë është ky parkim që sapo theksoj. Makina do të parkohet në një vend apo jo? Po. Makina e këtij apo makina ime apo makina e kujt? Dhe për parkimin që bëjmë në këtë qytet, ne do të derdhim një taks. Dhe tjetër gjë është parkimi që ne kemi censuruar në qendër të qytetit. Aty ku paguon një shifër 6.000 lekë të vjetra, sa tha? Sa thot? Po. Për gjithë vitin. Pra do parkosh në një vend. Kjo është një taks që është për gjithë vend, nuk është një gjë e veçantë për Bashkinë e Fierit. Është një rregull që është vendosur. Jo, në fakt nuk është të bëni një për llogari. Aty ku nxjerr dokumentat e mjetit, është edhe ky detyrim. Nëse do bëni një lloj për llogaritje vjetore, zoti Zeqaj, për ata që do të parkojnë me pagesë dhe që kanë në orarin zyrtar, do të thosha 8 orë, është një shifër komode, taksa vjetore po që ekzistoj? Taksa vjetore? Po. Pra ajsa është detyruar për të paguar, jo për të paguar, jo për parkimin. Për parkimin. Po për shembull ti mund mos paguash, ke makinë, unë e di që ke makinë, mund mos paguash asnjë lekë sepse s'parkon këtu përpara dhe paguash këtu mbrapa. Këtu mbrapa, për shembull, ku jemi ne te kjo studio është pa lekë. Përveç mund. Këtu përpara është 20 metra distancë, është 20 metra distanca, po them edhe një. Këtu do paguash me lekë, mos paguaj. Kush tha që do paguash? Kështu që asnjë qytetar nuk detyrohet që të paguajë. Një pyetje besoj se ne kemi ezauruar dhe me përgjigje. Pse nuk kapni një treg bashkiak frutaperime si ai qytetit Lushnjës? Ai qyteti Lushnjës me qenë se u përmend edhe Lushnja, domethënë. Është kthyer në një treg shumë skandaloz. Dhe nuk ka gjasa, pra po them, jo vetëm Bashkia e Fierit, që edhe po të betojmë në këtë studio, edhe po të angazhojmë me policë me çat dush, nuk ka shans që të ndërtohen tregje me profil të bashkisë ose me pronar bashkinë, pronar shtetin, ministrinë etj. Nuk ka sens. Në gjithë botën nuk punohet kështu që tregjet i ndërton bashkia. Gjitha iniciativat mund t'i marrë bashkia, por gjitha iniciativat kanë shumë sukses kur i bëjnë privat. Unë po selektoj dy pyetje tjera për dy rrugë sot i Prifti Mehmet Boshnjaku, vin dy pyetje nga telefonosit. Si numri i rrugëve nuk mbarohet, domethënë, por gjithsesi s'mund të deklarojmë tani në maj kjo në prill ajo ne kemi janë në prioritet. Kemi 10 prioritete, 15 rrugë, kemi dhe prioritete këto që sapo theksova dhe nuk mund të themi tani detaje për rruga për rrugës e tjera. Shpeshherë njerëzit thonë vetëm rruga ime ka ngelur. Ma vjen mirë që thonë kështu. E personalizojnë rruga ime. Jo, vetëm rruga ime ka ngelur se gjitha i ke bërë. Domethënë nuk kuptoj pjesën tjetër, domethënë që janë bërë shumë rrugë. E qartë. Atëherë ju kërkoj ndjes të nderuar televizionistë, thash edhe një herë, janë shumë mesazhe që vinë në studio, besoj se kam përzitur, por kemi lexuar një pjesë të mirë të shqetësimeve tuaja. Zoti Zeqaj, atëherë arti dhe kultura ka qenë një nga prioritetet tuaja në investimet, gjithmonë keni qenë i predispozuar dhe i dhënë pas kësaj fushë. Është një qytet me të ardhme artistike. Mund të evidentojmë konkretisht, ju e prekët në një farë mënyrë skaletën e 100 vjetorit, po
A mund të themi cilat kanë qenë si suksese të së shkuarës në këtë drejtim dhe çfarë mund të kemi si eveniment qytetar Firak, për çfarë mund të presim gjatë këtij viti? Si sukses mund të them numrin e aktiviteteve kulturore që mund të jetë rekord në Fier, të zhvilluara jo vetëm në qytet, teatri Mbyllis, në bibliotekën e qytetit, por edhe në Apolloni në Mbyllis, pse edhe në Ardenis, ku kemi bërë aktivitete për Skënderbeun. Pra, suksesi ynë ka qenë që kemi patur një masivizim të aktiviteteve kulturore. Unë sukses do të konsideroja në bashkëpunimi që kemi aktualisht në fushën e kulturës me Italinë, me Greqinë dhe me vendet tjera në kuadrin e financimeve që jep Komuniteti Evropian. Pra është Fieri qyteti që përfiton sot nga Brukseli financime për kulturën, çka do të thotë në skanerin që i kanë bërë ata punës son, kanë konkluduar që ne meritojmë mbështetjen sot të Brukselit dhe kemi fituar këtë. Si sukses do të thoshja që Apollonia sot është kthyer në një qendër kulturore, jo vetëm një qendër muzeale, ku atje zhvillohen festivale ndërkombëtare. Të mos harrojmë edhe opera dhe balet, po i përmend këto sepse janë gjeni të shkallës lartë të artit dhe nuk është shallë se kanë interpretuar thjesht artistë tanë, por dhe artistë njohur italian apo grek në kuadër gjithmonë të këtij bashkëpunimi të mesdheut. Pra, Fieri jo vetëm që po kënaq në këtë lloj forme qytetin e tij, rrethin e tij, qarkun e tij, por besoj që po i rrit dimensionet në fushën e kulturës përtej kufive të vendit. Këtu zhvillohet sofra e lire, këtu zhvillohet me pjesëmarrës me figurat të shquara të gjithë vendit, ku flasin për kulturën shqiptare. Këtu zhvillohet festivali i aktrimit, ku vinë trupa nga gjithë kombin, vinë trupa dhe nga Macedonia, vinë trupa dhe nga Kosova, kanë ardhur dhe trupa të tjera, nga Italia dhe nga Greqia. Po, pra, sukses do të theksoja që Fieri është një qendër sot e rëndësishme e kulturës dhe siç thamë dhe më parë, ne duhet të nxitojmë që dhe institucionet kulturore të ekzistojnë një në radhë parë, pastaj të jenë dhe moderne, në radhë dytë, me qëllim që të mos ketë një festival i aktrimit në një teatr skandaloz, po festivali i aktrimit të ketë luksin për të zhvilluar një teatr dinjitoz. Do të krijojë aksesin që të gëlojnë shfaqje të ndryshme brenda saj. Pa folur pastaj që për kulturën kemi bërë përpjekje që në këtë fushë, kjo fushë jetë e prekshme edhe për fëmijët, kemi parasysh festivalin folklorik që duam ta ruajmë të fëmijëve dhe duam ta përsosim si festivalin më të mirë se festivali folklorik që kemi zhvilluar në Mbyllis. Njëkohësisht duam të ruajmë dhe përsosim festivalin e aktrimit të shkollave të mesme, që i edukon, i kultivon nxënësit e shkollave të mesme, të rinj tanë me kulturën në përgjithësi, por sidomos me teatrin. Pra në përgjithësi Fieri ka ndryshuar shumë dhe besoj se e kanë zili edhe qytetet e tjera, do të vazhdojmë në pa diskutueshme. Dhe këtë nuk është, kemi theksuar dhe një tjetër, kjo nuk është një vullnet i im, domethënë që i prirur mbas kulturës, por ky është një domosdoshmëri që lind si prioriteti kryesor i strategjisë së zhvillimit të qytetit. Pra pjesa më e madhe e qytetarëve kanë votuar që Fierin e duan qytetin e rëndësishëm të kulturës, të rrethuar nga qytetet antik që unë theksova. Kemi folur pak më parë për infrastrukturën sportive, tani kemi ardhur në fund të emisionit dhe do ta prekim sërish për sa i përket arritjeve që ka sporti. Mund të krenojmë me atë që kanë bërë vajzat e Koshit në basketboll për femra, ndonse nuk arritën të fitonin Superkupën, por sërish u luajt në Vlorë. Pra, jo për të përdorur për justifikim, por u luajt në Vlorë. Do të jenë sërish pretendente për fituar titullin kampion, sollën një kupë në Fier pas kaq vitesh. Mund të përmendim arritjet në ciklizëm, në boks, pra mund të krenojmë me këto rezultate.
Edhe basketbolli më shkruaj për të ngjitur në grupin A, ndërkohë futbolli duket se ka marrë trenin për në kategorinë e parë. Pra bëmë një rezume të përgjithshme të. Në qoftë do flasim për sportet e tjera që kanë rezultate vazhdimisht në rritje, është e vërtet, po sidomos për basketbollin. Ne nuk e morëm Superkupën sepse edhe kampionati basketbollit ka probleme. Ka probleme që flasim për një drejtim jo shumë të drejtë. Nuk është fjala që më i them në studia, kam thënë drejtuesve të basketbollit shqiptar që e shëmtojnë hera si duke dhuruar kupa këte ose andej. Gjithsesi Fieri në gjitha sportet ka qenë qyteti që nuk është zvarritur, domethënë mbas arbitrave, nuk është zvarritur duke kërkuar lëmosh për t'i evidentuar ekipet tona si ekipet suksesshme nëpërmjet manovrave apo marifeteve. Kështu po ndodh aktualisht edhe me futbollin. Pra, akoma kampionati shqiptar ka probleme, po s'është momenti që unë të analizoj këtë çështje dhe nuk dua që analiza ime t'i shërbej të shkojë në kurris të futbollit të qytetit të Fierit, sepse kështu ndodh. Me qartë. Gjithmonë, por unë jam sigur dhe shumë i ndërgjegjshëm që përpjekjet që ne bëjmë për futbollin janë shumë herë më të mëdha se sa ato për basketbollin, qoftë nga ana financiare, qoftë edhe nga ana e infrastrukturës. Por le të flasim për infrastrukturën, në qoftë se vajzat e basketbollit i mbështesin realisht edhe nga ana financiare, jo mbase në nivelin e dur, ato arrin të marrin dhe kupën e Republikës. Këtë mbështetja është 10 herë më shumë dhe nuk arrim dot suksesin që meritojmë, edhe për shkak të vëmendjes në infrastrukturë, po theksoj edhe një herë edhe në financime. Po ja që kështu ndodh, më vjen keq që një pjesë e tifozëve nuk e kuptojnë këtë moment që është shumë delikat, por pranojnë që e humbim 3 pikë shkot me këtë ekip dhe një 3 pikë me atë ekip. Po kështu vjen një 10 pikë dhe ne rënditemi gjithmonë nga fundi i tabelës. Këtë analizë është mirë që ta bëjnë federatë, këtë qëndrim është mirë ta mbajnë në një vend tjetër. Jo në këtë studio, dhe unë do ta mbaj domosdoshmërisht. Por le të vim te çështja, të theksojmë një moment tjetër, unë akoma luftoj që Apollonia të jetë në Superligë, ndryshe nga ndonjë mendje që thotë, jo, duan ta nxjerrin, absolutisht. Ne i bëjmë shërbime ekipit, edhe sot që po flasim, edhe dje, që të jetë në Superligë. Sot kam pasur takime me Papuçiun dhe kemi shprehur këtë vendosmëri, pra ne nuk është se jemi në vend parafunde po lëshojmë, ne do të vazhdojmë të luftojmë edhe në Shkodër, edhe në ndeshjet që do të vinë. Më lejoni të theksoj një moment që Kruja, që ne rahëm këtu, rahëm me meritë, më thënë, është një nga ekipet më të mira të kampionatit shqiptar. Pra ne mundim të rajmë edhe Krujin, ne mund të luajmë shumë mirë me Tiranën, deri në minutën e 70, megjithse me Lojtar Mangut, apo dhe me Teutën, ne konkurrojmë në mënyrë të fuqishme. Edhe me Teutën, që aksidentalisht je vetëm një penallti, po e themi aksidentalisht, po për mua ishte e qëllimshme. Për ju gazetarët nuk ishte e qëllimshme, po për mua ka qenë e qëllimshme etj. Pra, ne nuk meritojmë këtë pozicion që kemi, as ekipi Apollonis nuk e meriton këtë pozicion që kemi. Unë kam bindjen që është një ekip shumë herë më i mirë se ekipet të tjera. Pra ne meritojmë një vend shumë herë më lart se qemi, por ja që ndodh kështu. Kjo nuk ndodh për fajin tim, për shkakun tim, që përpiqem thash edhe një herë të realizoj maksimalisht kërkesat që kanë trajnerat, kërkesat që kanë futbollistët. Por kjo nuk më thyhen, nuk kthehem. Do doja të bëj edhe një pyetje në këtë drejtim. Dhe unë do të vazhdoj ta mbaj premtimin që Fieri do të jetë qendra më e rëndësishme e futbollit në Shqipëri. Sepse kemi vënë objektiv, dhe nuk po kujtohemi tani, domethënë, ne po mbyllim këtë pjesë të infrastrukturës që nuk e ka asnjë qytet tjetër, se ka as Dinamo, as Tirana, as Partizani, plas ekipet MMZ të kampionatit shqiptar ose klubet MMZ, mbas si ekipe nuk janë MMZ në këtë vit dhe domosdoshmërisht edhe futbolli shumë shpejt do të ketë një sukses që do të bazohet më shumë nga një numër më i madh lojtarësh të qytetit të Fierit se sa lojtarëve
që blejmë dhe shesim. E qartë. Pra, mendimi mbase përputhet me pjesë më të madhe të qytetarëve fjerak, po bie ndesh ndonjëherë edhe me një pjesë të tifozëve fjerak që ideja për ta bërë Fierin trampolin të talenteve sa të e pi nesme. një kafe, Po. thot pse s'keni bler një sulmues të mirë ose një që ai sulmues i mirë, pa i thënë emrin, mund të rinj një vit në Fier, mund të marrë lekë që japë, apo 2 vjet, dhe në mënyrë të papërgjeshme mund t'i. Ndryshe do të ndodh që ky raport të përmirësohet për shkak të infrastrukturës që ne kemi në favor të. E di çfarë shqetëson opinionin sportiv qytetar, opinionin sportiv fjerak, zoti Sergjej, duket sikur ripërsëriten këto situata. Do të thotë që Apollonia në Super League gjithmonë e detyruar të vuajë me këtë problematik, a thua sikur është vetëm një skuadër nga 14 Superligës që vetëm Apollonia është e detyruar të vuajë kusurin e xhaketave të zeza. Dhe shkojmë në kategoritë parë dhe rikthehemi sërish. Pra duket sikur kemi këtë eceriake sezon pas sezon. Po se jo betejë e vërtet. Pse nuk krijohet një situatë stabile për të skuadrën? Po se jo betejë e vërtet, po betejë në thonjza. Po. Që ne theksuam sot, bëhet më ashpër në Superligë se sa në kategoritë parë. Pra lufta është më e ndershme në kategoritë parë se sa në Superligë. Pra deri këtu lejohesh pak të luash. Në San Super League prit se kemi ca probleme, domethënë, dhe Apollonia e qartë. Me qenë se rasti, ne do të vazhdojmë të jo vetëm të punojmë në këtë drejtim që sapo theksuam, por do vazhdojmë që të mos përfshihemi në afera dhe të fusim në